Mirëmëngjesit të dashur shikuesë të Agon Blu, ja tek startojmë ditën sot. Sot është ditë e martë, ndërsa qyteti i Vlorës vazhdon të jetë i përfshirë nga moti i paqëndruar me erë të fortë. Herë ka patur rreshje shiu, por na mbyti pluhuri. Ne do të ndjekim pak parashikimin e motit, se si do të jetë për ditën e sotme në qytetin e Vlorës, por edhe në qytetet të tjera të vendit tonë, dhe rikthehemi sërish në studio. Ja tek jemi rikthyer dhe fillimisht do të startojmë me hapësirën muzikore dhe rikthehemi sërish. Ndoqim hapësirën muzikore, ndërkohë do të flasim për kushtet e përgjegjësuara të atmosferike kanë goditur qytetin bregdetar të Vlorës, duke detyruar pezullimin e lundrimit detar të tragedit linjës Vlorë-Brindisi. Kapitaneria e portit kanë ndaluar gjithashtu daljen në det të mjeteve të vogla dhe të anijeve të peshkimit. Ndjekim pak kronikën realizuar nga kolegu ynë Neltonika. Moti i keq vijon të jetë prezent në qytetin e Vlorës, ndërsa situata vijon të paktën prej 2 ditësh. Fuqia e detit brenda gjirit të Vlorës arrin nga 6 deri në 7 ball, ndërsa jashtë deri në 8 ball. Çka ka bërë që të vijon të mbetet i pezulluar lundrimi për mjetet e vogla lundruese, anijet e peshkimit, por dhe tragedin e linjës Vlorë-Brindisi. Sipas Kapitanerisë së Portit të Vlorës, bëhet me dije se situata pritet të përmirësohet vetëm prej mëngjesit të datës 25 mars. Prej datës 23 mars, moti i keq ka prekur qytetin e Vlorës duke sjell erë të fortë dhe dallë të larta në det. Për shkak të këtyre kushteve, Kapitaneria e Portit të Vlorës ka pezulluar lundrimin për mjetet e vogla lundruese, anijet e peshkimit dhe tragedin e linjës Vlorë-Brindisi. Sipas autoriteteve portuale, forca e detit brenda gjirit të Vlorës arrin deri në 7 ball, ndërsa jashtë shkon deri në 8 ball. Dallgët variojnë nga 2.5 metra deri në 4 metra, duke bërë të rrezikshme çdo lëvizje në det. Parashikohet që situata të përmirësohet në orët e para të mëngjesit të 25 marsit, duke krijuar mundësi për rifillimin e lundrimit. Deri atëherë të gjitha mjetet detare janë të detyruara të qëndrojnë të ankoruara për të shmangur çdo incident të mundshëm. Ja te kemi rikthyer, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjes. Si jeni zgjuar sot? Si te kosa që në orën 4. Që në orën 4. Si është zgjuar qyteti i Fierit me shi, erë, force, këte nga mbyti era dhe shi? Jo, i qetë, tani po del edhe dielli avash dhe nuk ka si aser as dielli. Lumë si ju, se këte nga ne do të ketë reshje shiu. Andi nga juve kishte rënë shtylla, kishte rënë pemë, kishte rënë... Mi pasi ndjekur të gjitha lajmet nga Vlora. Blut televizioni juaj kishte rënë. Faleminderit që na ndiqni, faleminderit. Televizioni juaj, asnjë tjetër nuk i je për qytetet. Kemi vendosur temën më mirë bashkëjetesë apo martesë? Këtë gjë këto çiftet e reja sot që më shumë preferojnë bashkëjetesën se sa martesën, njihen në një farë kohe, 1 vit, 2 vite, 3 vite, pastaj thonë nuk përputhemi. Për kohën, nëse do ta kthej kohën mbrapa, për mua asnjë rast tjetër. Asnjë rast tjetër. Sepse duke marrë rastin e fundit, kohët e fundit që ai që ishte pronari Bukës edhe e vrau zonjë dhe më mbas të vrau dhe vetëm, atëherë ç'a pret me? E pam atë një ngjarje erë. Ai Rama do futu një pulsoni. Po tani të vemi të pulsoni ne s'kemi besim tani. Le që jam ne të shëmur jam, po nuk kemi besim. Po ju japim sa rreze dielli, se është një kohë me rreze dielli jashtë mase. Po. Një kohë e mirë, një kohë e qetë, të pak të mos biri që për njeve fukarin, që deri nga ora 2-3 sa tikin, pasaja dherë të bjerin, darke dhe të bjerin. Që dhe neve të shprodhim kocka, po prapë. Qa do bëjmë, vetëm është ajo, sa se kam qënë dhe e më saj bullizim që ku kalojnë të apër nesë, në mësën ku kemi sasët ne që mbledhim zënë atë gojën, dështyjnë, bëjnë, para, po të pak të një pak më tutje, nuk është do me thënë diçka, sepse i thua vete zonjë, i thua vete zotri. S'kam pse t'ju bullizojnë, sepse ju pavarësisht vështirësive që do t'i ronë halli. Po, sepse nesër është do me thënë edhe natë e kadrit, jam këto, jemi në muajnë e rësit, në madhërisë, në të Ramazan, edhe është një gjë që unë nuk e di, jam pa feja, që janë të kështu, nuk e di.
nuk e di nëse nuk kanë as mosh, nuk të bën as sens që ta bësh atë gjë. Mësojnë edhe fëmijët të kapin undën, të bështyjnë. Po sepse normal që fëmia ndjek ritmin e prindrit. Çfarë bën prindi bën fëmia. Ne lama të karrocën e bebes aty që kemi që mbledhim me lamën janë, erdhi një burr aty në vend të ishte te kosi odhi te karroca jo. I thashë mos duket gjë karroca vërtet është për klera apo është i tash për të mbajtur për të ushqyer bukën e gojës i tash. Tjera e parë dhe e fundit i thash që e bërë këtë gjë. E kuptoj, por... Unë dua që bëj me dje sepse në qytetin e Fierit, po? është të bërë një ndarje, do me thënë ka ardhur një Ramadan, dhe ka patur një kompani, po? projekt Ramadan, projekt edhe ka ardhur me një maune, kanë ardhur me një maune, 2 rimorqe, dhe janë darë pako dhe ku kanë marë ata zotërin me kollar dhe nga ku kanë marë ata të nakurin. Ma thatë radhën kur morët një javë më parë për këtë? Ne nuk e mbaj, po duhet ta vetë, do me thënë edhe një herë në dukje, sepse zonjës duhet i them që mos kujto se e kalove lumin letë, se te ku nuk e kalon lumin me kollaj, sepse unë do t'i blesë të rastacionet, edhe unë do t'jem shkaktarje që do t'a heq nga puna, se ajo bë ka dhe një punë shumë të mirë në administrat, pale. E kuptoj. Që t'i ikës nga puna, që ti tani për shembull të lësh punën që ke tani dhe t'i ikës, të bësh ti diçka tjetër, jo, nuk mundesh dot. Sepse derisa ti jashtë duhet të rrish në punë, po bante mirë me rote që thoshte, qetor punë dhe qetor në punë. Të falenderoj sepse kemi një telefonat tjetër dhe mos ta bllokojmë dijen. Një ditë mbar. Edhe gjithkush zoti e bekon. Një ditë mbar. Mirupafsh. Pra ishim me zonjën nga Fieri, e cila gjithmonë merr në emisionin tonë për të ngritur shqetësimet e saj, por problemet, pjesën siç e thatë që siç e dëgjuat që e bullizojnë, por normal që s'mund të bullizojmë njerëzit. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Ja, në të cari o marri. Si jeni zgjuar sot? Ja, shohë në frikë. Për shkak të kohës, banesa juaj, si që keni theksuar që është rrezikon të bie, të shëmbet. Po, edhe këta s'kan ardhur akoma pa drita jeni. Jeni pa drita? Pa drita, po. Është e gjithë zona apo vetëm ju? E gjithë zona. Pra, fshati Picar dhe fshatrat të tjerë për rreth janë pa energji elektrike? Pa energji elektrike. Sa ka që prej mbrëmjes djeshme, apo? Po kemi ditë, vëllajtë në 3 ditë, se dim që meret me këtë ministre Balloku që si reparon këto shtyllat që linja. Si, jeni 3 ditë pa energji elektrike? Po. Por janë ankuar banorët, çfarë thonë? Po, s'kujtojnë fare. Fare. E marrin vesh, se çfarë bëhet, ja si që u vo Flaka dhe Vlorës. Po. Ky është deputeti që në 8 vjetë në karrike dhe s'kujtojnë për shtyllat. E kërkon mandat të tretë. Që t'i mbaj me ministra. Mandat të 4? Të 4. Të tretin, jo të 4. I treti për këtë? Po, për të i 4 është për kryeministri. Po. Pra në këto momente që ju flisni, jeni pa energji elektrike, si që thatë keni 3 ditë? Po, 3 ditë me një shtëpi që snajbe për dhe shtyllat më së të riparoj, që këputet bënë masë, ajo nuk bëjmë me këto shtyllava. Po. Po kësi riparon tela, dhe që tela të rinë që që duhet. Nuk ka një ndërhyrje të rep në rjetin e... Po e vare, e këtu ku i lidhin këta që këputet në era, dhe vinë frikë të kalosh, në kalon linja para këtu ku mbushim ujë, të qesme. Po. Në fakt, sa herë që ka motë përkejsuar fërë një herë, po thoj se ka shumë fshatra, dhe mos fshatra lumit Vlorës, që më kanë theksuar që herë pas herë kanë mungesë energjisë elektrike, fshatri Dukat, apo Llogoraj, Tragjasi, edhe Orikumi, që është një zonë që pret turist, apo Radhima, sa herë ka fryner, pësojnë mbetën pa energji, ka defekt. E kuptoj, po këtu së zhvendonje të këto shtyllat tona që të riparojnë. Vazhdojnë ato shtyllat e vjetra? Po, janë shtyllat e vjetra që në kone në Mirozët. Po. E këta si kanë riparuar të ingrenë, dhe qa u bëjnë telave, këputet, a i telë së mbërë, këputu këtu a i e livë. E kuptoj. Mere dhesh se qa votojnë të. Ne besoj...
ministri, që vetë e zgjedh. Nuk zgjedh një deputet si që duhet punoj për të që... Po pse ja ka bërë listën e re kryeministri. Mase do t'jetë një nga këta deputetët që do të zgjidhë halin. Po çfarë më ky deputet në 80 pushtet ka rruar fshatrat fare që na gjithë zonën e lumit të Vlorës. Në shkosh asfaltin për të zotit, ka miliona euro në xhep. Nuk bëri një rrugë si që duhesh. Mirë, mund të ketë miliona euro në xhep, është halli se Ka dhe i nxjerrë, do t'i nxjerrin për konfushatët, makaronat që ka. Fillojnë kështu gjatë para fushatës o shpërndarjet e pako e ushqimet? Ka filluar fshehurazi. Kanë filluar fshehurazi? Po. Pra shpërndarjen për familje, vazhdon akoma epoka e shpërndarjes makaronave? Jo, flaka Vlorës edhe kryeministri nuk reagon fare. Po, besoj se e pat në lajme që Vlora... Senatori në punë këtu të sheriste, jesh përfolu, që Po. janë me të zgjidhje Vlora. Që të rrojë deputet në ka rrojë 80 pushtet edhe akoma kërkon zgjidhje. Kërkon të faje Sushicën asi. E Sushicës... E kuptoj, në fakt kishte edhe një protest dje në fshatin në Kuç. Na fajnë lumi. Banorët të cilët kundërshtonin firmën, cilët ka nisur punimet, por dhe madje kishte edhe efektiv të policisë. Janë më efektive që në vend që të mbrojnë Sushicën, po e shkatërrojnë, duan ta fajnë. Ku do pinu jetë në bakti? Po, por nuk e mendojnë, thjesht është projekti i tyre dhe thonë që projektin ku i takon, jo të tha Sushicës, një në zona më të bukura që ka e kur. Nëse më lejon, dua të falenderoj sepse kam një tjetër telefonat që na ka ardhur, mbërritur në... Të falenderoj një ditë të mbarë, Faleminderit. Faleminderit. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Gjëm. Mirëmëngjesi, si jeni? Mirë, përshëndes në Gjirokastra. Si është zgjua Gjirokastra sot? Në fakt, një ditë gri. Gri, po. Si ditë në ndjeshme dhe gri dhe sot. Po e se gjitha me një... Për pakën pas ka pushuar disi shiu, por që është gri. Po. Sepse në urte para të njësi binde dhe është... Po, në fakt e rëndësishme është kjo, më mirë të bie shi se sa kjo era e fortë që është me pluhur edhe... Ndërkohë, besoj e ke parë temën... Po, e pas të faktin interesant dhe një zhjithë shkurt martesës e bashkëtesë, Po. Nuk është ka qatësies. Nuk është ka qatësies mendoj si gjë, por mendoj që janë është një të gjë. Po ja. Thjesht tek... I njëjti hall, do me thënë. Vëru? Është i njëjti hall, si kështu si ashtu. Po, është njëjti hall. Mendoj në bashkëtesë mund të mos bësh ato në anën ligjore, kupton që të kesh përgjegjësinë ligjore, që më pas nëse do të ndash mund të shkosh drejt gjykatës, por si martesë ke disa parime ligjore që secili duhet i respektojë. Edhe patjetër që jo se në bashkëtesë nuk është, por thashë në bashkëtesë nuk mund të shkosh në gjykatë se nuk ke një se të është betim zyrtarës, Po. shkon është kjo anë ligjore. Por mendoj që është e njëjta gjë. Nëse të njerëz duhen, pak rëndësi ka apo ja bashkëtojnë apo janë të martuar zyrtarisht. Kjo është por thjesht është më pas te familja pastaj për t'i dhënë se në mos gaboj nuk duhet të kenë një person për atësinë. Por që është vërtet trend tashmë dhe shumica familje mund të marrin edhe emrin e nënës ose vetëm të... Ka ndryshuar korat, ka ndryshuar. Po, ka ndryshuar korat, kjo është e gjitha. Po. Unë të falenderoj që telefonua, se në fakt kemi të ftuar të flasim në lidhje me zjarrin e rënë ditën e djeshme tek fusha e mbetjes në Vlorë, që është bërë një gangren, një problem i madh për qytetin, sidomos shpresojmë mos ta kemi vulkan në sezonin turistik. Kemë dhënë aty kanë jetuar, përpara shumë viteve, në atë zonë. Në atë zonë, ke jetuar aty? Po, kanë jetuar në atë zonë përpara shumë viteve, dhe bajmën përpara vete saunistë, të ndërtoj
një pjesë më mos gëbëj u nisën dhe të një treg, nuk e di, o bë apo jo, se çfarë sepse ne ikëm. Atë vend dhe ishte shumë afër zonës së Mbetieve ku grumbulloheshin. Dhe aty është vërtet e çuditshme. Unë mendoj që të paktën duhet të spostohen. Sepse e keni parë është në qendër të qytetit, është shumë afër zonës. Është afër qendrës së qytetit dhe afër zonës së banuar, plus aty ka banesa të tjera. Aty janë rreth 500 familje që jetojnë në një zonë e gjerë. Është e vërtetë, se thash atë zonë aty kam jetuar, jo fiks tek ajo, por është në atë zonë pak më poshtë, kam jetuar atë vend shumë mirë dhe di ku është fiks, por ajo është problem sepse mbetjet e tilla shtojnë, si thua, edhe ndotjen e qytetit. Dhe sidomos nuk e di se si lejon bashkia një gjë të tillë, por jo se shëndot, kjo është Gjithçka mund të lejohet në vendin tonë, por reagimi është i pakët, si edhe nga qytetarët cilët nuk reagojnë për shëndetin e tyre, që ai tym shkon në shtëpinë e çdo qytetari, çdo banori qytetit Vlorës, por heshtja është më e mirë, parapërqet më shumë sot nga shqiptarët. Unë i përshëndes dhe... Të përshëndes, gjithashtu. Një ditë të mbarë. Kemi një koment në Facebook, Kosta Kolaqi, më mirë bashkëtesa se njihen më shumë me njëri tjetrin dhe tjerat vinë nga dalë. Bëhet fusha mal. Të drejtë ke, kështu them edhe unë. Shkojmë në hapësirë muzikore. Ja të kemi rikthyer në studio dhe kemi profesor Niko Dumanin, ambientalist. Profesor, shumë faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Ju kemi ngritur herët sot apo ju zakonisht zgjoheni shpejt? Sigurisht. Po? Jemi, domethënë, me angazhimet të ditës me problemet, sidomos me problemet e mjedisit që merrem unë për të marrë informacione edhe për të verifikuar në terren disa problematika që qyteti i Vlorës ka të bollshme, janë të shumta. Dhe një nga problematikat më të mëdha është fusha e mbetjeve në qytetin e Vlorës, siç e pa dje, nuk është vetëm hera e parë, ku kjo fushë përfshin nga zjarri masiv, më themi, sezon të beharit, sezon të verës, ka patur zjarrvënie në këtë fushë duke shkaktuar pothuajse probleme dhe në turizëm. Sa dëm e shkakton kjo për qytetarët e Vlorës që jetojnë gjithë ky tym toksik? Problemi i menaxhimit të mbetjeve ka një histori në qytetin e Vlorës. Për faktin se ka nisur me artimin e një plani të menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane, e cila u përgatit paralelisht me ndërtimin e një landfilli ku do të grumbulloheshin mbetjet urbane larg qytetit të Vlorës, sepse paraprakisht pa u ndërtuar landfill, mbetjet urbane të Vlorës grumbulloheshin në atë që quhet fusha e grumbullimit të mbetjeve urbane të qytetit të Vlorës me origjinë qysh nga periudha para demokracisë dhe si projekt dhe si ide u duk sigurisht një qëllim i mirë që mund të zgjidhte problem. Por konstatojmë se ky veprim ose kjo ide, ky investim ka ngelur rrugës dhe nuk është realizuar dhe paraprakisht mund të themi se kemi të bëjmë me një dështim të menaxhimit të mbetjeve urbane. Si investim ka përfunduar, po ku ka mbetur, ka ngecur? Problemi është shumë i gjerë, por ajo që do të thosha të parën unë është mplekset planifikimi me korrupsioni. Landfilli, domethënë në tërësi ishte planifikuar një buxhet për 22 milion euro, nga të cilat 10 milion do të ishte ndërtimi i landfillit, kurse 12 të tjera do të ishin për infrastrukturën, siç janë makinat e transportit të mbetjeve, këto koshat e grumbullimit, kishte edhe një plan projekt pilot për edukimin e rajonit numër 3 për një menaxhim të integruar të mbetjeve urbane, të cilat nuk janë realizuar. Dhe faktikisht jemi para një ngjarje ose si themi një situate të rënduar mjedisore, sepse në të gjitha pikat e grumbullimit dhe largimit të mbetjeve urbane kemi mungesë transporti dhe largimit të tyre, sepse nga sa kam konstatuar, problemi qëndron së pari që llogaritjet e numrit të koshave që përballojnë sasinë e mbetjeve urbane të gjeneruar nga qyteti nuk korrespondojnë. Do thosha që
së pari që Vlora gjeneron në vitin 2024, vitin e kaluar, kishte për një popullsi prej 106.800 banor. Këtë vit është planifikuar sikur popullsia të jetë 107.000 banor. Për kundrejt popullsisë, vitin e kaluar, sasia mbetjeve ishte 22.900 ton në vit, kurse për vitin që jemi, 2025, është shtuar pak dhe është 23.000 ton. Por çfarë ka ndodhur? Në qoftë se në planin e menaxhimit është llogaritur kjo sasi, ky numër popullsie, në deklarimin dhe numërimin që është bërë popullsisë së Vlorës sipas censusit për Bashkinë e Vlorës, rezulton se nuk janë as 107.000 banor, as 106.000 banor, po janë 83.683 banor. Pra nuk është sipas censusit, ka një. Atëre, pikërisht kjo është një ngërç fillestar i planifikimit të gabuar, sepse qoftë popullsia e Vlorës, qoftë edhe sasia e gjenerimit për banor, janë marrë shifra a priori të cilat nuk korespondojnë. Pasojat e këtyre janë këto që në pikat e grumbullim largimit, ato mbetjet qëndrojnë për më shumë se intervali 24 orë. Dhe ju kemi parë gjithë qytetarët e Vlorës, shikojnë se disa makinat të vogla, jo teknologjike, jo të përshtatshme, edhe nga ana financiare, bëjnë shumë rrugë për të marrë një sasi të vogël mbetjesh, dhe kjo bën që edhe kostua e transportit të mbetjes nga pikat e grumbullimit të jetë shumë e lartë. Ndërkohë, vetë pikat e grumbullimit janë një burim ndotje. Jo vetëm janë burim ndotje, por nëse do ta trajtojmë edhe megjithëse se Vlora si qytet turistik, ato krijojnë edhe një pamje jo të këndshme dhe me sidomos për Vlorën që është një qytet turistik. Që e publikohet si qytet turistik e të tjera fjalë shumë të mira, por kur vjen realiteti dhe të mbetjet urbane, qëndrojnë këto problematika. Dhe çfarë ka ndodhur me bashkinë? Ka gjetur mënyrën më të gabuar. Qysh nga viti 2023 dhe nga 2 vjet para vitit 2023, mbetjet në fushën e grumbullimit të qytetit nuk digjeshin, kishin një 2 vjet që nuk digjeshin. Në 2023, me fitoren e kryetarit aktuar, Zotit Dredha, në qershor u bën zgjedhjet, në korrik filloi djegja e mbetjeve urbane. Ne kemi edhe me plane live që duhet. Po. Edhe çfarë ka ndodhur? Nuk ka pushuar djegja. Tani, përsa i përket djegjes, jo vetëm që është forma e gabuar, jo vetëm që është me impakt shumë të fuqishëm në shëndetin e banorëve. Po thua që këto janë në zjarrvine qëllimshme? Apo, dhe përsa i përket sa që thatë ju, unë i kam verifikuar, e kemi ndjekur nga afër, kemi vajtur dhe brenda, kemi biseduar dhe me punëtorë të cilët ne vetë i kemi konstatuar që ato nuk digjen vetë, por i vënë zjarrin për një arsye të caktuar. Sepse ajo fush të imbushet. Ajo është një fush prej 6.5 hektar. Ka më shumë se 30 vjetë që grumbullohen mbetjet. Nga një matjet empirike që kam bërë, ka rezultuar që atje ishin jo më pak se 600.000 ton mbetjet të vjetra, përveç atyre që digjen vit për vit. Në planin e menaxhimit të mbetjeve, vetë bashkia ka përllogaritur me 400.000 ton. Pra është një sasi e konsiderueshme. Dhe vetë që ata punëtorët vënë zjarrin me qëllim e caktuar që të ulet sasia e mbetjeve në të cilën po shkojnë ditë për ditë, sepse, siç thash, është një sasi e konsiderueshme. Ndërkohë, kjo fush ishte planifikuar sipas planit menaxhimit të kapsulohej. Dhe kjo nuk ndodhi. Arsyet nga pse ndodhi është përsëri nga planifikimi. Se çfarë po ndodh me buxhetin e qytetit të Vlorës? Ata planifikojnë objekte, miratojnë dhe projekte të ndryshme, por nuk i shoqërojnë me buxhet. Dhe në këtë mënyrë vërejmë që ka një kaos në planifikim, ka një kaos në realizim, kaos në respektimin e legjislacionit kombëtar dhe aty lokal, si dhe ajo që kam konstatuar, për çdo ndërhyrje në mjedis, qoftë në mjedisin urban, qoftë në mjedisin natyror, vërejmë se monitorimi nga ana e bashkisë nëpërmjet supervizorët e tyre nuk janë të dukshëm. Do të thënë nuk konstatohet asgjë
Për shembull, jemi duke parë edhe duke ndjekur investimin e rrjetit kanalizimit të qytetit me ujë të pishë. Gjithë Vlora është e hapur me kanale, pa zbatur asnjë proces teknologjik nga firma ndërtuese, duke lënë zhavore në të gjitha anët e rrugës, duke lënë gropa të ndryshme dhe çfarë bën bashkia? Se bashkia ka detyrim që çdo investim, pavarësisht se kush e bën investimin, duhet të bëj kontrollin për zbatimin e rregullave teknike. Çfarë po ndodh përveç transportit të makinave, përveç ndotjes së ajrit, aty kemi edhe dëmtime të ndryshme sidomos të makinave, por ndikim në shëndetin e njerëzve nëpërmjet kalimit të makinave në këto kanale me zhavore krijon plura që dihet sipas të dhënave që janë të publikuara në të gjithë botën, janë grimçat 2.5 mikrogram, të cilat janë të respirueshme dhe kalojnë direkt në mushkujt e njerëzve. Dhe kjo është e pafalshme. Pra, kemi investime që janë me kosto të lartë, janë edhe me impakt në shëndetin e njerëzve. Ky tym toksik si e shkoni nga planet që duket aty zjarri, kush? Sa e rëndon shëndetin e qytetarëve të Vlorës që në veti kaq vite që vazhdojnë përsëritet e njëjta gjë. Sidomos për banorët që jetojnë atje që janë shumë pranë, janë rreth 500 familje, është një zonë e madhe. Shumë e drejtë, domethënë, po të analizojmë impaktin e djegjes nëpërmjet tyrmit që shlirohet, dim që vetë mbetet ka një strukturë mesologjike të larmishme, ku nga më të dëmshme për shëndetin e njerëzve janë djegja e plastikave. Nëpërmjet djegjes plastikave krijohen gaze të shumta, të helmta, pa haruar dhe gazet me natyrë kancerogjene. Por ajo që është kryesore është fakti që impakti i tymrit në fushën e grumbullimit të mbjeteve është shumë i fuqishëm, sepse kemi të bëjmë me një ekspozim kronik të njerëzve, një ekspozim për vitesh të tëra në ndikimin e këtyre gazeve të ermta, të cilat, pavarësisht se ato nuk identifikohen në qast, kanë ndikuar patjetër në shëndetin e njerëzve, patjetër në shëndetin e fëmijëve dhe dihet nga pikpamja e arsyetimeve logjike që ky dëmtim i shëndetit të njerëzve konvertohet me uljen e jetëgjatësisë së njerëzve. Për një sqarim për qytetarët se mendojnë se duke marrë këto erme, njeriu mund të vdesë në qast. Pra nuk vdes në qast edhe shpejt, por në vend që të jetoj gjatë, ai do të jetoj disa vite më shkurt. Pra, në kjo pikpamje, unë do thosha që ky dëmtim mjedisor i shëndetit të njerëzve hyn dhe është përcaktuar dhe me masë ligjore me ndëshkim sipas kodit penal. Dhe po të ndjekim kodin penal, atje përcaktohen edhe personat përgjegjës. Dhe personat përgjegjës të qytetit të Vlorës janë Këshilli Bashkiak, kryetari që janë personat... Po mbajnë përgjegjësi? Nga sa vërem re, përsa i përket përgjegjësia, është një përgjegjësi thjesht formale sa për të kaluar radhën, sepse po shkojnë disa vjetë dhe ky problem nuk është zgjidhur. Bashkia duhet të mendojë që ta zgjidhi, se si duhet ta zgjidhi, qytetarët nuk duhet ta dinë. Prandaj është zgjedhur një kryetar për të zgjidhur hallet. Dakord, bashkia, këshilltarët, po qytetari pse hesht? Kemi një problem tjetër tani. Pra, çështja e mbetjeve, menaxhimit të mbetjeve është e dyanshme. Kemi një problem me ndërgjegjësimin e qytetarëve. Ka disa vite që ishte punuar për menaxhimin integruar, që do të thotë çdo familje, çdo qytetar duhet të bënte ndarje të paktën në 3 apo 4 grupime mbetjesh, duke përfshirë mbetjet organike, mbetjet plastike, qelq edhe mbetjet të tjera. Nuk është arritur. Unë shtova edhe që parë, pak si përthashje në planin e menaxhimit, ishte hartuar një projekt pilot, pikërisht për këtë çështje, për edukimin e banorëve, për ndarjen e mbetjeve qysh në burim, por ky projekt nuk u realizua. Ishte parashikuar sidomos fillimisht të punohesh me bizneset, që rajoni numër 3 ka jo më pak se 1500 biznese, i cili do të ishte, po të realizosh, do të ishte një model për gjithë qytetarët e Vlorës se si bëhet menaxhimi integror i mbetjeve. Është vështirë. Jemi para një fakti të vështirë. Pra, kemi
munges ndërgjegjësimi. Unë ka monitoruar, ka familje që jedhin, me gjithse kanë koshin e mbetjeve afer, jedhin në shesh, ose jedhin nga dritaret. Ata nga palatet, nga palatet, po unë kam hedhur dhe një foto në një rrugic pranë shtëpisë time, ku pembët janë në këtë rrugic, janë të mbushura me qeska të hedhura nga dritaret. Por ti ndot të vendin ku jeton, çfarë pret të reagosh për këtë zjarr bie fjala që bien tek fusha e mbetjeve të qytetit Vlorës? Pra e kemi të dy anshë. Por ka një parim që qytetari në qoftë se nuk do të ketë kushtet e infrastrukturës, atëherë cënohet ndërgjegja e tij. Por prandaj duhet punuar me njerëzit, por nëse ne nuk e kemi të realizuar kushtet e grumbullimit të mbetjeve, i lëmë në koshat e mbetjeve 2 ditë, 3 ditë, atëherë qytetari, dashur pa dashur, edhe në qoftë se është i ndërgjegjshëm për ta hedhur në kosh, koshi është i mbushur plot dhe ato do të bien në shesh. Dhe kështu që krijohet dhe pamja edhe ndontja e ajrit. Kryetari i Bashkisë Ermal Dreda ditën e dieshme deklaroi se javën që vjen do të hidhen mbetje tek landfilli në Sherisht. Mendon se do të dëshira mund të jetë, por nuk tregon si, çfarë buxheti ka, çfarë zgjidhjesh i ka bërë nga pikpamja e çlirimit të landfillit në Sherisht, sepse është në sekuestro nga Spaku. Vetë bashkia ka përkënduar dhe ka shprehur në mënyrë të befasishme se pas ka ngelur edhe 7% e buxhetit para realizuar në landfillin e Sherisht. Edhe nuk e di nëse kryetari thotë do t'i çojë, po pa përmendur dhe pa treguar këto faktorë negativ që bëjnë të pamundshme. Një nga faktorët më të pamundshëm për të çuar mbetjet në landfillin e Sherishtës është buxheti. Unë thash që janë jo më pak se ta marrim sipas planit të menaxhimit që ka bërë bashkia 400.000 tonë. Po janë dhe 2 vjet që po hidhen akoma. Pra është shtuar. Kostua e transportit për ton kilometër deri në Sherisht që është një distancë jo më pak se 7 kilometër. Janë harxime të mëdha. Ka një buxhet, i nevojitet një buxhet i jashtëzakonshëm. Për më tepër, dhe makinat e transportit të largimit të mbetjeve është përqendruar ose po realizohet me 2 apo me sa kam konstatuar, nuk jam shumë se 2 makina teknologjike të mëdha dhe të tjerat janë makina të vogla. Këto makinat e vogla rrisin koston, sepse do bëjnë më shumë rrugë. Ka dhe më shumë shpenzim. Rritet shpenzimi dhe sasia e largimit të mbetjeve është më e vogël se sa një makinë që do të bëjë fjala vjen nëse do të ishte një makinë 10 tonëshe me një makinë që është 2-3 tonëshe. Ta ndjekim pak fjalën e kryetarit ditën e dieshme, e ndjekim pak Regjia. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreda ka ndjekur nga afër situatën e zjarrit në fushën e mbetjeve në Vlorë, duke konfirmuar se strukturat janë në teren, ndërsa ka më shumë prezencë tymi, kjo dhe për shkak të erës së fortë. Siç e shikoni, në fakt ka filluar zjarri që mbrëm, rreth orës 9, është menaxhuar rreth orës 11:30 zjarri në fakt është vendosur në kontroll paktën ditën natën e dieshme, por për shkak të kushteve atmosferike ka pas një herë që gjithë e keni parë, ka filluar që dje në drekë dhe vazhdon të jetë edhe sot, megjithëse është pak më pak sot era. Megjithatë, dikur rreth orës 3-4 e mëngjesit ka mbështypje ka filluar përsëri, gjithë kanë qenë në teren, vazhdojmë të jemi në teren derisa ta vendosim situatën në kontroll. Nuk është se ka shumë prezencë të madhe zjarri, por më shumë ka tym, kjo edhe për shkak të erës. Gjithsesi, do mundohemi që brenda pak orëve gjithçka të jetë. Ka rrezik banesash? Nuk ka rrezik banesash, vjen i vetë prezent. Këtu patjetër që më shumë është prezenca e tymit pranë banesave, që janë këtu përreth, por nuk ka rrezikshmëri, paktën deri tani. Dreda është ndalur dhe tek landfilli, i cili pritet të vihet shumë shpejt në funksion, ndoshta prej kësaj jave, ndërsa vendi aktual do të kapsulohet duke u mbuluar me dhe, ndërkohë që synohet të mos ketë më probleme gjatë sezonit turistik, si në Vlorë ashtu dhe në Orikum. Shiko, këto mbetje nga këtu nuk do largohen. Këto mbetje fillimisht do të mbulohen me dhe pastaj do të vazhdojmë me projektin që kemi thënë më parë me KFV-n, që do të bëhet kapsulimi, do të bëhet një ekopark, por kjo është momentin, është faza e dytë. Fillimisht duhet të vendosim në punë Sherishtën dhe shpresojmë që brenda kësaj jave, nga fundi kësaj jave, të vijojmë me hedhjen e mbetjeve në landfillin e Sherishtës. Do të merren masa edhe për këtë këtu, edhe për landfillin këtu, por edhe për landfillin në Orikum. Të dyja këto. Sezoni që do vi nuk do të na gjej më as në Orikum edhe as në
në fushën e mbetjeve ekzistuese ku jemi tani, nuk do të jenë më të përdorshme. Pra ne do të fillojmë të mbulojmë edhe. Fusha e mbetjeve prej mbrëmjes së të dielës është prekur nga zjarri, ndërsa situata vijon të monitorohet për të mos lejuar problematika të tjera. Profesori ndoqë fjalën e kryetarit të bashkisë, nuk do të ndodhi më, as Orikumi, as Vlora do të ketë më të tilla probleme, do kapsulohet. Mbetjet të mbetje që janë aty do të mbulohen me dhe, ndërkohë javën që vjen do të fillojë hedhja e mbetjeve tek landfilli i Sherishtës. Së pari unë do shtoja që ky deklarim, ta themi dëshira e mirë e kryetarit të bashkisë, nuk është i vetëm. Ka dalë disa herë dhe në 2014, me fani 24, së bashku me kryeministrin ka thënë të njëjtën shprehje. Në 2023, mos gaboj. Po, që në 23, po takimi parë me kryeministrin. Në Radhim, në zonë Radhim. Po, janë shprehur të dy dhe ka rënë dakord që në sezonin turistik në prill do të niste do të shkojnë në landfill. Po. Ka bërë përsëri premtim tjetër dhe janë disa premtime në Këshillin Bashkiak. Në dhjetor të 24-s, po bën premtimin për në fillim të janarit që do të kishte. Po, dhe janë të paktën po të deklaruara dhe të monitoruara nëpërmjet televizionit, janë 4 deklarime publike të cilat tregojnë se pavarësisht nga dëshira që mund të ketë kryetari i bashkisë, mendoi se nuk mjafton për faktin se duhet të thotë së pari, a do të jetë lirë fusha e grumbullimit të mbetjeve, do të çlirohet nga sekuestra për të quar. Së dyti, duhet të thotë që të qosh mbetjet në Sherisht ka një buxhet dhe kryetari i bashkisë duhet të bëj sa është nevoja e buxhetit për të transportuar mbetjet nga fusha e grumbullimit të mbetjeve dhe të qytetit për Sherisht dhe a e disponon këtë buxhet apo jo. Lidhur me kapsulimin, po të ishte zgjidhur kjo problem, do t'i hapesh rrugë edhe kapsulimit. Dhe për kapsulimin thotë që do të bëjmë, po kapsulimi është një proces, dhe ajo ka koston e vetë. Nuk e di nëse edhe kostua e kapsulimit ekziston sepse në total gjithë menaxhimi integruar, thash, janë 22 milion euro. 22 milion euro. 10 milion kanë kaluar për ndërtimin. Po. Tani janë dhe 12 milion euro të tjera. Me këto 12 milion euro, në qoftë se bashkia nuk do të shtojë të tjera, duhet që të planifikoj shpenzimet për transportin, shpenzimet për realizimin e projektit pilot në rajonin numër 3 dhe kostua e realizimit të kapsulimit të fushës së vjetër. Kemi dhe fushën e mbetjeve të Orikumit të regjia, nuk i të na ndihmon me pamjet e Orikumit që kemi dërguar që edhe pothuajse të djeshme nga era e cila kishte përhapur pothuajse mbetjet në të gjithë zonën aty këto janë pamjet nga Orikumi, siç duket Orikumi një zonë turistike për turist, edhe ta shikosh kështu është për të ardhur keq që qendra administrative atje ndonjëherë duket sikur flet gjumë. Orikumi ka qenë dikur bashki dhe kishte një administratë më të plotë dhe perceptimi im, me sa mbaj mend, ka patur një farë rregullësie, ka patur një farë angazhimi, sepse mund të ketë patur, domethënë nuk e njoh buxhetin, por ka patur edhe një buxhet të vet, nëpërmjet të cilave ka realizuar disa, por që nga periudha që bashkia e Vlorës përfshin edhe 4 njësi administrative, siç është Orikumi, Sherishta, Shushica, njësia administrative qendër plan fshatrat të rreth qytetit Durrës dhe njësia administrative në Mosel. Tani, Orikumi, unë di të tëra këto njësit administrative janë pothuajse pa buxhet. Po, pa buxhet. Dhe ata mezi do të thënë janë objekte që shndrojnë kohë për formal, jo vetëm nga ana e buxhetit, por edhe nga ana administrative dhe nga ana e vendimarrjeve. Nuk kanë asnjë lloj vendimarrje, nuk ndikojnë dot tek bashkia, sepse gjithçka e ka mbyllur bashkia, i vendos bashkia, sigurisht për sa i përket këtyre projekteve, bashkia i ka të mbyllura me qeverin, biles është rasti të trajtojmë edhe një problem tjetër. Unë thash shumë problemi me bashkin, por ka dhe një problem tjetër. Shumica investime, si që është edhe landfilli i Sherishtës, janë investime që i bën qeveria. Tani çfarë po ndodh? Dhe pa përmendur shumë investime që po bëhen në qytetin e Vlorës, rezulton se këto nuk janë të bashkisë.
Atëherë çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që kemi një centralizim të pushtetit lokal në pushtetin qendror. Duke bërë këtë, atëherë ky centralizim i pushtetit qendror, pushtetit vendor në atë qendror, është një tregues i fuqishëm i demokracisë, së funksionimit të bashkive në nivel lokal. Pra, nëse preket decentralizimi i bashkisë, do të thotë kemi një dëmtim ose një ulje të nivelit të demokracisë. Sepse demokracia është e lidhur jo vetëm me vendimarrjet qeveritare në pushtetit lokale qendror, por është e lidhur dhe me përfshirjen e komunitetit, për llogaritja dhe marrja në konsiderat e interesave të komunitetit, cilat janë më prioritare, cilat janë më pak prioritare, dhe akoma më keq do të thoshe që të gjitha projektet e ardhura nga qeveria të realizuara nëpërmjet kompanisë operuese Fusha dhe shumë projekte të tjera, të gjitha kanë qenë së pari në kundërshtim me interesin e qytetarëve vlorënjar. Ka qenë pra çdo që komandohet nga qendrorja, pra nuk llogarisin interesin dhe prioritetin dhe nevojat e qytetarëve, por llogarisin thjesht si investim. Së pari domethënë është kjo. Së dyti, shumë nga këto investime që quhen ndërhyrje në mjedis, qoftë në mjedis urban apo qoftë në mjedisin natyral, janë pothuajse të gjitha me shkelje ligjore. Me shkelje ligjore dhe me shfaqjen e konflikteve, sepse janë jo në interes të komunitetit, pa e kërkuar komuniteti, janë si dhurata që i sjell qeveria, dhe duke krijuar këtë konflikt, ata domethënë nuk marrin në llogari ose nuk vlerësojnë dhe impaktet. Impaktet nëse është hapësira, mund të themi edhe disa investime të tjera që janë me impakte të fuqishme në qytetin e Vlorës. Profesor, flasim sepse jemi drejt fundit, flasim pak për lumin e Vlorës, për protestë që zhvillohet për buronjat e Kuçit, që projekti që do të merret do të shkojë në Bashkinë Ujë, do të shkojë në Bashkinë drejt Himarës. Kemi këto pamjet, kjo në ditën e djeshme, që shkojnë janë qytetarët banorët, por të ardhur edhe nga vende tjera për të në mbrojtje të burimeve të Kuçit, të buronjave të Kuçit. Pra, ju e keni ndjekur të hap pas hapi. Si po shkon? Edhe projekti i devijimit të burimeve të ujore të lumit Shushica për të shkuar në zonat turistike të Bregdetit të Vlorës, ka një histori. Nëpërmjet organizatës Eko Albania, që sensibilizoi gjithë opinionin vendas specialistë, pedagog, shkencëtar, vendas dhe të huaj. Dhe më në fund, presioni që u bë qeverisë pranoi që në mars të vitit 2023 gjithë lugina e Labërisë të shpallet park kombëtar. Por që këtu fillon konflikti, sepse paraprakisht kryeministri kishte planifikuar projektin e devijimit të ujrave të lumit Shushica për në Himar. Dhe sipas detyrimeve që ka vetë koncepti i parkut kombëtar kategoria 2, nuk mund të kryhet ky veprim. Së pari, kjo do të thënë që në fillim ka lindur ky projekt me konflikt. Së dyti, nuk është pyetur komuniteti, nuk kanë marrë në konsiderat interesin e komunitetit. Së treti, nuk ka llogaritje të sasisë së ujrave. Sipas raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, thuhet që janë 139.1 litra në sekond. Këto 139 litra në sekond me miratim jo vetëm të projektit, por edhe me miratimin e Këshillit të Basenit, që është prefektura e Vlorës, e kanë miratuar dhe mirë qeveria dhe domethënë nuk ka marrë kontakt me banorët, po as prefektura e Vlorës para se të merrte vendim dhe miratimi e këtij devijimi do të merrte të paktën kontakt me banorët. Njëta gjë dhe me Tragjasin dhe me Dukatin. Është për analogjik, kjo ka ndodhur nga pikpamja e transparencës dhe marrjen në konsiderat e interesit të publikut, është
pothuajse në të gjitha projektet ka qenë zero. Prandaj edhe kanë lindur dhe po lindin vazhdimisht konflikte në të tëra. Dhe duhet kuptuar që konflikti i këtyre investimeve nuk është vetëm me qytetarët, por është në përgjithësi për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave, por janë konflikt edhe me vetë ligjet tona kombëtare dhe me ligjet e Bashkimit Evropian. Për të cilat ne luftojmë për të integruar në Europë, por shkoj me investime të gabuara, me mos respektim të detyrimeve që kemi për integrimin e Europë. Po ndërkohë ka nisur punimet në... Tani, kuptohet që duke munguar transparenca, duke munguar prezantimi dëgjesat publike, atëre vetiu janë miratuar, është bërë shpenzim, për lumin Shushica është bërë rreth 70% e buxhetit është hedhur. Atëre, çfarë do të ndodhi me qeverinë? I ngelet qeverisë që të përdori vetëm prepotencën. Po. Do me thënë, në qoftë se kemi një lëvizje, do të çojë policinë, do ushtroj atë dhunë që ushtron, do që t'i mbylluj gojën qytetarëve, banorëve, po pa argumente. Edhe për rastin e lumit Shushica, më fani Izvori. Po, është e njëjta gjë. Banorët nuk digjën. Kishte filluar projekti, ishte shtruar një pjesë të turbacionit për të kaluar në zonën e Imarës, dhe kur morën vesh banorët, ajo ishte si të thosh një fakt, ku vetë zëvendës kryeministrja e ka publikuar në mënyrë demonstrative me një lloj krenarie që po heqim ujin e këtyre zonave, si që është zona e Labëris dhe zona e Dukat, Tranqas, Orikum, dhe dëmtojmë zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre zonave dhe çfarë bëjmë? Vim në ndihmë të pishinave, të resorteve që janë ndër. Që ka resortet, sidomos resortet e mëdha që kanë jo më pak se 200-300. Ndërkohë kur ne kemi radhimin që po zhvillohet me resorte, me hoteleri dhe normal që ky ujë është në ndihmë dhe të zonës tej. Për sa i përket Tragjasit, duhet dhe vetë banorët do të marrin në konsiderat faktin që vetë qeveria e ka futur në fshatin Tragjas në 100 fshatra turistik. Dhe që do të thotë që qeveria do të investojë në infrastrukturë, duke nënkuptuar rrugët e fshatit. Ndërkohë atje asnjë investim, asnjë rrugë, do infrastruktura e ujësjellit që të shkojë shtëpi më shtëpi për të patur dhe turistë që do të vinë dhe që të priten me këto kushte. Së treti, të riparoj çdo objekt trashëgimi kulturore, çdo objekt trashëgimi historike, të rigjenerojnë, të kthehen në identitet. Dhe nga më kryesorët, unë do përmendja që Tragjasi ka nevojë që të shtohet një pikë turistike e rëndësishme si që fshati i Djegur. Dhe qeveria do të bënte rrugën për të shkuar lirshëm me makina nga turist, shqiptar apo dhe të huaj, sepse është një nga trashëgimit jo vetëm historike, por është dhe arkitektonike, sepse kemi një fshat shumë të vjetër me një infrastrukturë arkitektonike shumë me një histori që mund shitet shumë bukur të turistët. Me rjetë përdorimit të ujrave të zeza, dhe ishte një, do me thënë, është edhe nga kjo pikpamje, është një trashëgimi se si banorët shqiptar e kanë ndërtuar këtë fshat. Dhe është një pikë turistike. Por, vetë burimet e ujit Izvorit janë një pikë e veçantë turistike. Dhe unë do të thosha, do të krahasoja, është një lloj si syri i katërt i Sarancë, po këtu kemi të bëjmë me syrin e katërt të Tragjasit. Dhe qeveria në vend ta rehabilitojë dhe të ndihmojë për të pasuri turistike atraktive për turistët për Tragjasin, ja heq dhe këtë pasuri. Dhe çfarë do ndodh pastaj dhe cënohet zhvillimi i qëndrueshëm që ka ndikim në përdorimin e ujrave për nevoja personale, për fshatin, për sidomos edhe për bujqësinë, sepse vetë strategjia e zhvillimit në vendin tonë është e bazuar në turizëm dhe në agroturizëm. Si mund të ketë fshati Tragjas turizëm dhe si mund të zhvillojë agroturizmi? Që ti mund t'i marrësh ujë. Si ujë, si ujitje. Por ajo ka dhe peizazhin e vet, është atraktive edhe si një pikë turistike për vëzhgim që të rej turizmit. Këto ja heq qeveria me vendime të gabuara pa pyetur banorin. Pra këtë e dua unë se do të çojë atje ku dua unë. Dua unë që të zgjidh interesat e disa oligarkëve. Mendon se do të arrihet qëllimi, do të merret ujë si tek në lumin Shushica
por dhe në Tragjas do të jenë banorët qendrestar, do të qëndrojnë deri në fund, apo do ta lejojnë këto projekte që të vazhdojnë? Nisim nga Labëria. Fillimisht pati një protestë shumë të fuqishme, shumë të angazhuar. Ata e vlerësuan interesin e tyre kombëtar, por përsëri vërehet një indiferentizëm sepse duke vajtur politikanët, ata thyen shumë shpejt. Po. Dhe çfarë ka ndodhur tani aktualisht, edhe në protestën e fundit? Kam parë nga këto lëviz që Shqipëria bëhet nga këta politikanë të rinj që duan përfitojnë, unë them se përfitojnë nga momenti për të marrë vëmendjen dhe dalin para marrin mikrofonin dhe bëjnë të indinjuar dhe të prekur për ujin e lumit Shushica apo. Pra, mbrojtja e lumit Shushica nuk është më me fjalë, nuk është me llafe, as me fjalë bombastike, as edhe me bejte. Problemi është që të veprojnë. Mirë, po kur vjen puna për të vepruar, ata e kanë treguar veten, që t'i thonë qeverisë jemi kundër. Rasti i parë për të treguar që janë kundër qeverisë, kundër vendimit të qeverisë, ishte votimi për Bashkinë e Imarës. Protestat ishin bërë, kur erdhi dita për të votuar për Imarën, ata ja dhanë votën qeverisë dhe oligarkëve për të marrë këtë ujë. Votuan të gjithë. Votuan të gjithë. Të gjithë pa përjashtim. Do me thënë, nuk pati asnjë përqindje. E kanë fatin prapë në dorë, tani. Po, prapë. Por besoj se... Po, ta shtilloj të ide, ata patën në rastin që t'i tregojnë qeverisë që ne jemi kundër, po ta japin votën kundër se po na merruj. Siç thotë ju, është rasti përsëri që ta shprehin këtë as me llafe, as me këngë, as me televizione, sepse këto janë shumë të mira, por janë kur ato zënë vend, sepse në botë konstatojmë dy lloj qeverish, qeveri të ndërgjegjshme që marrin në konsiderat protestën e komunitetit të banorëve, që marrin në konsiderat interesin e tyre dhe që punojnë dhe investojnë në interes të publikut, kurse qeveri të papërgjeshme, siç është në rastin e qeverisë tonë, që mendon vetëm për oligarkët, sepse në mënyrë hipotetike po them që oligarkët jam mbledhur të gjithë, kam mbledhur ca para, ja kanë çuar qeverisë, urdhot me këto lek në asill, edhe ujin e izvorit, edhe ujin e Shushicës. Pra ata, si të thuash në thonjza në mënyrë hipotetike, e kanë bler atë. Dhe tani qeveria ka një lloj detyrimi, sepse ka bërë premtime, ka bërë projektit, ka nisur miratimi dhe shpenzimet e projekteve, qoftë për izvorin, qoftë edhe për Shushicën, dhe tani qeverisë ngjelet të përdori vetëm dhe për të realizuar patjetër. Në vendin tonë ka mbetur fjala, ka vdekur reagimi, them unë. Po, pra sepse neve nga pikpamja... Lëre këtë popull pa bukë dhe pa ujë, ndërkohë prapë do të shkoj të votoj dhe do thotë, po themi të gjitha partitë, populli duhet ta njojë të drejtën e tij, nëse nuk e një drejtën e tij, kështu do të vazhdojë kjo histori. Pa hyrë një analizë më të hollësishme, po mund të them vetëm një fakt, që ne jemi një popullat shqiptare që vim nga një e kaluar komuniste dhe jemi pothuajse në interval kohor të një brezi të vetëm. Mosha ime edhe më vonë se mosha ime, jemi bashkohës të atësaj periudhe që ishte totalisht popullata shqiptare e përfshirë në, si të themi, në ideologjinë komuniste ose të propagandës së kohës, dhe është vështirë për të shkëputur. Sepse edhe vetë propaganda që nga 2013, duke edhe gjerë mësot, me fitoren e Partisë Socialiste, vërem se të gjitha veprimet, sidomos veprimet e propagandës, veprimet e mos respektimit të ligjit, veprimet për mos respektuar të drejtat edhe interesin e publikut, janë trashëgimi nga periudha e komunizmit. Në kohën e komunizmit nuk pyet as populli, as specialistës, as inxhinierët, as intelektualët, e vendoste partia dhe do të realizoshin patjetër. Dhe kjo frymë dhe kjo mënyrë është trashëguar dhe nga qeveria aktuale, prandaj edhe shumë specialistë vendas dhe të huaj e kanë emërtuar qeverinë aktuale të kryeministit Rama si qeveri që ka elemente të diktaturës, ka futur teorinë e Sorosit, është një qeveri autokrate që është përqendruar në dorë të një njeriu dhe ky është fakt. Po edhe me kompetencë ose me shumë bindje që të gjitha projektet që bëhen në Shqipëri bëhen vetëm me urdhër të kryeministrit.
nuk ka as specialist në qeverinë aktuale, as politikan, as intelektual që të kundërshtojnë dhe të anullojnë një vendimarrje të gabuar të kryeministit. Profesor, të falenderoj shumë që ishe sot në studio. Besoj do të ketë herë tjera do të jemi patjetër, sepse për shkak se kemi kaluar dhe minutazhin, të uroj një ditë të mbarë, ndërkohë ne do të shkojmë tek kalendari historik dhe rikthehemi sërish në studio bashkë. Kalendari historik 25 mars. Në 1880 lind në Janin Mithat Bey Frashëri, diplomat shkrimtar dhe politikan shqiptar. Me së tjera shkaqender e të ri të nacionalizmit shqiptar. Në rininë e tij ka qenë punës i perandorisë osmane, veprimtari i rilindjes kombëtare dhe pjesëmarrës dhe kryetari i Kongresit të Manastirit pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, që ministër, diplomati i shtetit shqiptar, kryetari i Ballit Kombëtar dhe Komitetit Shqipëria e Lirë. Në 1927 ndërrohet jetë në Zheger, mbretëria jugoslave e Idris Seferi, një nga figurat e atdetare shqiptare, dhe një prijes Kaçak, antar i lidhjes së Prizrenit dhe asaj të Pejës, për krah i sa buletinit, organizoi dhe i priu kryengritjes nga vitet 1910 deri në 1912 kundër autoriteteve osmane dhe kundër serbëve gjatë luftës së parë ballkanike. Në 1931, djemtë Scottosboro arrestojnë Alabama dhe akuzohen për përdhunim. Djemtë Scottosboros ishin 9 adoleshent afrikano-amerikan të moshës 13-20 vjeç të akuzuar padrejtisht në Alabama për dhunimin e 2 grave të bardha në një tren në vitin 1931. Në 1942 lind në Memphis Aretha Franklin. Franklin një këngëtare, pianiste, aktiviste të drejtave civile amerikane. Franklin filloi karrierën e saj si një fëmijë duke kënduar Ungjill në Këngjill në kishën baptiste të re Bethel të Detroit, Michigan. Ndoqim kalendarin historik dhe ndërkohë ka ardhur momenti të shkojmë tek horoskopi, tek hyjet. Shkojmë pak parashikimin dhe ndërkohë bashkë do të përshëndetemi, do të takojmë sërish nesër. Mirupafshim dhe një ditë të mbarë. Horoskopi datës 25 mars. Dashi. Kjo ditë do të jetë një nga më të bukurat e këtij viti. Do të jeni më të dukur. Do të jeni me një mendje me partnerin tuaj për gjithçka dhe emocionet që do të përjetoni nuk keni për t'i haruar gjithë jetën. Beqarët nuk duhet të nxitohen për asgjë nëse nuk duan të lëndohen. Nuk është ende koha e duhur për të filluar një lidhje. Në planin financiar mos bëni çmenduri edhe nëse situata do të jetë e qëndrueshme. Demi. Për pjesën më të madhe të atyre që janë në një lidhje nuk do të kenë as pak probleme sot. Do e shfrytëzoni kohën kur të jeni pranë partnerit dhe të flisni lirshëm me të. Beqarët do tregohen të rezervuar dhe do të kenë turp të shprehin pëlqimin dikujt. Nëse vazhdoni kështu, nuk keni për të ndryshuar ndonjëherë status. Në planin financiar duhet të tregoni të kujdesshëm dhe të mos ndërmerrni rreziqe. Binjakët. Jeta juaj në çift do të jetë e mbrojtur gjatë gjithë kohës. Nëse do të keni një komunikim të ngrohtë me partnerin dhe do të zgjidhni çdo mosmarrveshje të vjetër. Beqarët ka gjasa të bien në dashuri me personin e gabuar dhe pas disa kohësh kjo do të ketë pasoja. Situata financiare do të jetë goxha e qëndrueshme. Mund të kryeni pa frikë edhe ndonjë shpenzim më tepër. Gaforia.
Do të jeni me ankth sot ju të dashuruari dhe nuk do të jeni të sigurt për hapat që do të idhni. Mos u nxitoni për asgjë nëse nuk doni që të keni probleme. Beqarët me shumëgjasa do të bien në dashuri me personin e duhur dhe jeta e tyre do të mund të ndryshojë një herë për gjithmonë. Në planin financiar do të mbizotërojë gjatë gjithë kohës ekuilibri dhe kështu do të ndiheni më të qetë. Luani. Ditë plot diell dhe ngjyra, kjo e sotmja për të dashuruarit, do të kuptoni më së miri se partneri juaj dhe gjërat do të shkojnë më së miri mes jush. Beqarët do të kenë disa takime, por do e kenë vështirë të bëjnë një zgjedhje. Merrni kohën e duhur. Financat do të jenë goxha problematike, kështu që shmangni me çdo kusht investimet e testkajshme. Virgjëresha. Do të afroheni më tepër me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia në çift do të jetë ngrohtë. Do e keni më të lehtë edhe për të shprehur ndjenjat. Beqarët do të kërkojnë gjatë gjithë kohës për më kot. Nuk është kjo dita e tyre më me fat. Në planin financiar duhet të zgjidhni sa më parë disa probleme të vogla që keni pasur e më pas të kryeni ndonjë shpenzim. Peshorja. Ditë shumë e qëndrueshme dhe pa asgjë të veçantë kjo sotmja për të dashuruarit. Merrni gjërat si t'ju vinë dhe mos mendoni as pak për opinionet e të tjerëve. Beqarët do të dashurohen pas disa personave shumë të vegjël se ata, por që mund t'i bëjnë më të lumtur se kushdo tjetër. Në planin financiar kënaquni me situatën që keni dhe mos kërkoni asgjë më tepër. Akrepi. Nuk do të keni asnjë problem në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite, përkundrazi do të tregojeni më të hapur me të dhe do të shprehni pafund ndjenjat. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të bëjnë atë që ndjejnë. Ata nuk duhet i dëgjojnë as pak mendimet që do t'ju japin disa të afërm. Në planin financiar do të jetë dita e duhur për të bërë një riorganizim të situatës. Shigjetari. Jeta juaj në çift do të mbrohet gjatë gjithë kohës nga yjet sot. Intimiteti do të marrë më tepër përparësi dhe emocionet do të jenë të fuqishme. Shfrytëzojeni sa të mundni ditën. Beqarët do të mbeten sërish vetëm edhe pse nuk do të rreshtin së kërkuari. Në planin financiar mund të përballeni me probleme serioze nëse nuk shpenzoni me maturi. Britsjapi. Nëse keni pasur debate në çift sot, i sqaroni ato një nga një dhe jeni disi më të qetë. Toleranca dhe mirëkuptimi do të mbizotërojnë gjatë gjithë kohës. Beqarët nuk do të jenë me shumë fat në dashuri dhe do të mbeten sërish vetëm. Buxheti do të fillojë të ekuilibrohet dal nga dal. Mendohuni mirë përpara se të shpenzoni shuma të mëdha. Ujorje. Ditë e mbushur me momente të lumtura kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të ndjeni më së miri praninë e atij që keni në krah dhe nuk do e mendoni për asnjë çast të qëndroni larg tij. Beqarët do të jenë shumë të turpshëm dhe nuk do të pranojnë ftesat që do t'ju bëhen. Në planin financiar do të jeni më të motivuar për ta stabilizuar situatën dhe do t'ja dilni mban. Peshqit. Jeta në çift do të jetë mjaft e privilegjuar gjatë kësaj dite dhe gjithçka që keni dëshiruar do të plotësohet. Partneri do t'ju gjendet pranë dhe do t'ju përkrah për gjithçka. Beqarët do të kenë disa takime, por personat që do të kenë afër nuk do të kenë asgjë të përbashkët me ata që kanë ndëruar. Në planin financiar do të keni disa vështirësi të vogla, por që do t'i kaloni sa hape mbyll syt.